Drejtësia. Allahu i madhërisëm thot: "Ti shko rrugës së drejtë siç je udhëzuar." El-Hud ajeti 112. Gjithashtu, në një tjetër ajet thuhet: "Ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe qëndrojnë në këtë, të mos friksohen e as të mos sigullohen. Ata janë banor të xhenetit. Aty do të ndesin përgjithmonë si shpërblim për atë çka kanë punuar." Surja El-Ahkaf ajeti 13 dhe 14. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu thot: "Atyre që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndrojnë në këtë, u vin engjëj. Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, por gëzojuni xhenetit që është premtuar për ju. Ne jemi miq tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Atje do të keni tërë ato që dëshirojnë shpirtrat tuaj dhe çdo send që kërkoni, si shpërblim nga ai që fal dhe është mëshirëplot." Surja Fussilet ajeti 30 deri në ajetin 32. Nga Ebu Amiri ose Ebu Amrete Sufjan ibn Abdullahu radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: "O i dërguari i Allahut, më thuaj për Islamin ato çka nuk do të kem nevojë të pyes askënd përveç teje." Ai tha: "Thuaj e besoj Allahun, pastaj vazhdo me ngulm."